E lash aty të nervozizmi e dëshpërimi që ka qenë i arsyeshëm. Mirë po, në ndeshjen me Suedin, personalisht nuk po mujt me besu që një trajner ka arrit me i bo ato ndryshimet e vogla dhe që kam funksionu qaq perfekt. Ndoshta edhe njerë po them, na ka shku për shtati jo forma e mire Suedis dhe litarëve kryesor të Suedis, pasi e pam që me Slovenin kishim një rënje, mirë po edhe sonte për sërin Suedi treguam rezultate. Dhe për këto meritat ja kemi dhënë Fodës, i cili e ka mbajtur qetësinë e tij, ka bo analizat e veta dhe madje para ndeshjes me Suedin vet ka deklaruar që ka qenë një deklarat befasuese edhe për neve që le të themi e përcjellim se çfarë thot trajneri, mundohemi me analizu ato detajet të cilat i përmend gjatë konferencave për shtyp. Tha që do ta shihni një Kosovë e cila është krejt tjetër nga ajo që ishte me Zvicrën dhe ashtu doli dhe tani po e marrim për fjalë kur Foda thot flet, ne do të ndëgjojmë pasi të thënat e tij kanë dalë të jenë me rezultate pozitive. Ne ndoshta nuk u ndalëm shumë për të folur edhe për ndeshjen e kalume me Slovenin, ku pritshmëritë kanë qenë shumë të larta dhe Slovenia ka luajtur shumë mirë. Mi pas morë 3 pikë, sepse do i kishim 9 pikë. Edhe pse ende kemi gjasa në vendin e parë, vetëm se na duhet fitoria me Zvicrën. Shumë e rëndësishme. Në të cilën mund themi lirisht që Kosova nuk është paraqitur në nivelin që le themi na mësuam duke i parë. Me fatë kena morë 1 pikë. 1 pikë, po, sepse Sheshko kishte raste shumë të mira dhe na ka dominuar me ata topat në thellësi. Megjithatë, 7 pikë është arritje jashtëzakonshme duke ditë me kundërshtar të cilët është përballë dhe tani e presim me shumë le të themi pasion ato 2 ndeshje të radhës, njëra me Zvicrën dhe tjetra në Ljubljan kundër Slovenisë për të parë se me të vërtet ku jemi dhe ku qëndrojmë. Ajo është testi i vërtet i Kosovës pasi presioni do të jetë shumë i madh. Dy direkt jemi bindur që na nëse guxojmë u lidh me një fakt që lexova më herët në këto mediet evropiane, Kosova i ka dhënë edhe shkelmin e fundit Serbisë, nuk e di a e keni lexuar. Tani edhe gjasat nga vendi i tretë që i ka pas Serbia për të kualifikuar në play-off nuk ekzistojnë më në grupin e vet, në cilin është me Shqipërinë, Anglinë. Play-offit. Po, play-offi janë 12 skuadra, 4 kualifikohen. Në këto 12 skuadra kualifikohen nga sa grupe kemi 8 grupe, nëse s'gaboj. Janë 8 grupe apo 9 grupe. Thot, edhe vendi i tretë në një grup mundet me shku në play-off, varësisht prej akumulimit pikëve që i ka bo, në dallim me vendet e treta të tjera dhe vendet e dyta të cilat kanë grupe më të vogla, siç është grupi i Kosovës, ku nuk janë 5 kombëtare, por janë 4. Dhe pastaj ato i kalkulon është ai sistemi i UEFA-s, edhe del gol bilanci është shumë i rëndësishëm gjithashtu. Tani Serbia nuk ka gjasa fare. E që në play-off mund me trona ekip shumë e fortë. Me shumë gjasa do të na vi. Me shumë gjasa s'ka ekip do në Am lejon veç një, nuk e di sa am lejo.